Transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Tha Muhamedi alayhi salatu wasallam, janë dy begati, janë dy mirësi që kafshë tyre janë të shkujdesur, janë të pavëmendshëm. Shumica e njerëzve. Cëtë në këto begati? Tha as-sihhatu wal faragh. Tha shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti dhe koha e lirë. Çka ne jap ka ditë me kuptu të ndërëzër? Fillimisht, ne jap me kuptu se njeriu është i prirur fatkeqësisht që ti zhvlerëson begatit. Mos ti vlerëson begatit. Mos ti shfryzon si duhet begatit. Andaj ky hadith na vetëdijson jo vetëm për dy begatit në hadith që janë përmendur, por për gjitha begatit që i gëzojmë jetën e kësaj bote, të jemi më të vëmendshëm, më tepër mirënjohës, të kujdesim për shfryzimin e mirëfillt begative, e jo që në fjalurin ton mos të ketë fjalë tjera përveç ankesave, rënkimeve, mirimeve, lakmive e kështu me radhë. Shikoj këtu këtë shprehje që tha pejgamberi sa dy begati dhe fjala shumica e njerëzve. Do me thonë, pak njerëz janë të vëmendshëm, pak njerëz janë të kujdesshëm. Prandaj ruaju që në çështje të këtilla të bësh si shumica. Shpesh njerëzit rreshtohen me shumicën. Krejt njerëz po bojnë kështu. Të gjithë tash e kanë bë zakon kështu. E çka nëse krejt e kanë bë? A do mos se e kanë mirë? Për e ka shumë njerëz sa të kanë bë traditë caktuar që gëzimin, dasmën, çka do koft ta bëjnë shpërputhje me udhëzimet e Allahut. Duhet ta bëjmë si ata? Shumica e njerëzve për shembull shfrytëzojnë pasuri apo e fitojnë në mënyrë të pandershme, a themi të bëjmë si ata? Shumica e njerëzve ndoshta nuk kujdesen për raportin me Allahun xhallahu ala, duke filluar nga besimi i drejtë, namazi, obligimet e tjera, të bëjmë si ata? Jo të vëllezër. Nuk duhet me ndjek shumicën, nuk duhet me ndjek turmën, por duhet me ndjek dritën, por duhet me ndjek udhëzimin. Prandaj, duhesh të jesh i vëmendshëm, duhesh të jesh syqel. E kush të bën vëmendshëm të bën syqel, kush të shkput nga turma, kush të mundson që në mes në errësirësh ta kesh një flakadan të ndezur që me të ashë rrugën, kush ta mundson? Pikrisht njohuria, pikrisht dija që e merr, pikrisht udhëzimi që e dëgjon ditën e xumë apo në ditët e tjera. Prandaj kjo duhet me të bëj që të jesh ndryshe, të dallosh nga ata që nuk e kanë mundësinë të dëgjojnë këshillat e kësaj natyre. Të vlerësosh begatit. Dhe në kuadër të vlerësimit të begative është edhe radhitja e durë begative. Ka begati të rëndësishme, ka begati të dobishme, po ka në mes dy diçka që është më e rëndësishme dhe më e dobishme. Prandaj të ndozë shpesh ne duke kërkuar një begati që është e kategorizuar te luksi, humbim begati që kanë të bëjnë me domosdoshmëritë e jetës dhe nevojat e saj. Prandaj duhet me rrit begatit.